dashurana edhe dashurijet e astrologjisë ose të horoskopit. Jemi në 2026, edhe fillun eventet. Çka ka me ndodhë, çka? Në këtë javë na ka ndodhë një event shumë i rrallë, i cili ka ndodhë para 43 vjetëve. Ai është kazimi. Kazimi do të thotë kur planetat gjenden në të njëjtën diagonale. Aty janë gjendë Dielli, Venera, Marsi edhe Merkuri. 4. Ku? Në Bricjap. Çka do të thotë kjo? Do të thotë që energjia e Diellit e ka djeg edhe Venerën, edhe Merkurin, edhe Marsin. Planetat të cilat na japin dashurin, vullnetin edhe komunikimin. Ky event ka ndodhur në javën e kaluar në Bricjap. Edhe do të flasim sot, kurse me 18-in do të ndodhë një hanë e re bashkë me Marsin. I bjen me qenë hana edhe e re edhe Marsi në të njëjtën pikë. Ne i thojmë konjunksion. Çka do të na bi ky event, ai para një jave edhe ky sot, ose që do të ndodhë me datën 18, që është hana e re, flasim në vazhdim. Kazimi i cili ka ndodhur në Bricjap për dashin. Dasha, për juve o djeg diçka, ose diçka ka marrë fund në pozicionin e juj në jetë. Në atë që ju e keni pa veten deri në fundin e 2025-ës, në jetën e juj. Diçka ka ndodhë që ju më në karierë edhe në pozicionin e juj shoqëror nuk do ta bëni më kur. Kjo ka ndodhë edhe ju po reflektoni, kurse me këtë hanën e re, e cila po vjen bashkë me Marsin, që është vullneti jon, me datën 18, juve do t'ju sjell një mundësi të re, një hapje dritare, një vullnet të ri që të rinisni në karierën e juj edhe në pozicionin e juj, po ashtu edhe në shoqëni, edhe në familje, me një qëndrim fare të ri. Për demat, kjo ka ndodhë e gjitha në një fush ku ata janë të detyruar që të mësojnë diçka të re, të lidhen më tepër me shpirtin e tyre, me zërin e tyre të fëmijë të vogël brenda vetes, me ndërgjegjen, me intuitën, me filozofin, me misticizmin, me mësimet mbi natyrore, ose mbi ato që i spjegon shkenca, me udhëtimet nga jashtë, me pikpamjet të cilat i japin një filozofi tjetër jetës së tyre, me takimet me njerëzit që vinë nga diaspora ose nga jashtë shteti, edhe gjithë kjo ka ndodhur edhe është përvluar fare deri në fund dhe nuk ka mo. Para 48 vjetëve ka ndodhë kjo edhe po ndodhë tash. Ju me datën 18, kur ta keni mundësinë e hanës re edhe Marsit bashk, në këtë fush duhet të rinisni diçka të re, diçka që është për shpirtin e juaj. Binjakët, borxhe. Fusha e 8 është fusha e pareve të partnerit, e borxheve, e pasurisë të cilës nuk e keni kriju ju, e keni trashëgu ose çka do tjetër. E këtu për binaqt ka ndodhur një djegje. Diçka më nuk funksionon si ka funksionu përpara. Me datën 18 e keni një hanë të re, bashkë me Marsin edhe vullnetin, këtu ju do ta kuptoni që një mundësi e re po vjen për juve, edhe diçka mund të ndritet. Fusha e 8 është po ashtu edhe fusha e ringjalljes. Mund të ringjalleni në një variant fare tjetër, por metodat e vjetra se si keni fitu, më nuk funksionojnë. Gaforja emocionale tonë, ata të cilët gjithmonë kemi borxhe emocionale ndaj tyre. Për ta ky kazimi, ose ky bashkim i të gjitha i shumicës planetave, të cilat janë shumë afër tokës, në një vit të drejtë, ka pru mundësi që të zdritet raportet, jo vetëm martesat, raportet. Në përgjithësi me kon keni raport i cili po zgjat, edhe është afat gjatë, edhe për juve është shumë i vlefshëm. Në këtë fush ju e keni djeg veten, edhe nuk keni ma çka me dhanë. Për juve kjo hanë e re,
bashkë me Marsin, si planeta e vullnetit, e luftës, e mbijetesës, do t'ju jap një shans tjetër që të ringjalleni edhe të shifni se çka janë ata gjanat të cilët nuk do t'i bëni më në raporte dhe do të krijoni një identitet të ri bashkë në sferën e raporteve t'juaja. Luanat, bukuroshat, ata të cilët gjithmonë na tregojnë se si përmes dashurisë që ja japin ata vetes, na tregojnë se si edhe na duhena me dashur veten tonë. Pra, për ta ky kazimi, i cili është shumë i rrallë, e thash disa herë, ky kazimi ka ndodhur në fushën e rutinave ditore. Më nuk do të shkoj ashtu të dashur Luana. Rutina juaj ditore duhet të ndryshojë në plotësi. E di që po ndiheni shumë të lodhur, e di që po flani keq, e di që antrat po ju mundojnë, por dijeni që me datën 18, universi për juve po hap një dritare të re, po e jep një mundësi për një punë të re, po ju jep vullnetin që ta keni një ide të re në të cilën ju në 2026 do të shëndrisni. Virgjëresha, ju të cilat jeni të pamartuara dhe në kërkim të fatit, një dashuri e vjetër është djegur përfundimisht. Nuk ka mo letra rezervë. E keni provuar edhe atë që ka keni menduar që është letra juaj e fundit. Po tezi i fundit është djegur në fillim të këtij viti. Për virgjëreshat po vjen data 18 dhe vullnet i ri, një hanë e re, një perspektive re, edhe duheni më mësu me e pa veten pa qatë të dashur. Mirë po për virgjëreshat të cilët janë me partner stabil edhe nuk janë në kërkim të fatit, po e ka instabilitetin emocional, për ta po vjen një mundësi e mirë për një shtatzani ose për diçka të re e cila ka me qenë shumë afatgjate në jetën e juaj. Peshorja, ata të cilët ton kohën janë në një autodisiplinë, janë ata të cilët stabilizojnë, ata të cilët mundohen të gjithë me e majtë kontroll situatën. Për ta ky kazimi, në fakt po ndodh në pjesën më të ndjeshme të tyre, e ka të bëj me emocionet, me ndjesinë, me pozitën e vet në shtëpinë ku jetojnë ata, në pozitën e vet në familjen ku janë rrit, po ashtu edhe në familjen ku jetojnë tashmë. A është gjithçka në rregull? A është kjo ajo për çka keni punu ju? Ky kazimi ka ndodhur në javën e kaluar. Sa do ta pranoni ose jo, ju e dini se çka ka ndodhur. Por hana e re, me Marsin bashk, me datën 18, po ju jep një dritë të re, edhe një mundësi që ju të poziciononi ndryshe tashmë edhe ndaj emocioneve t'juaja. Akrepi, çka me thamë për akrepin? Akrepat të cilët gjithmonë në thellësi i shohin të gjitha gjanat. Nuk ka sipërfaqe për akrepin. Ose spaku, ata nuk dojnë me e pa. Sipërfaqja është dytësore, çka ka brenda është primare. Pra, ky kazimi i cili e ka eklipsu edhe e ka djeg diçka në raportet e juaja që kanë të bëjnë me përditshmërinë. Përditshmëria juaj më kur nuk do të jetë e njëjta. Njerëzit të cilët ju keni pi kafe për çdo ditë, më nuk do të jenë ata. Njerëzit të cilët ju kanë rrethuar edhe keni pas kontakte të shpeshta, e keni pa që diçka nuk është në rregull me ata raporte. Dikush po ju thith, ose ju ka thith të gjithë energjinë. Është harxuar ajo. Data 18, hana e re, edhe Marsi, për juve po bjen një tjetër dritë, edhe një tjetër mundësi, një tjetër vullnet që të ri me këmbemi, të ripoziciononin ndaj atyre njerëz, ose të gjeni të ri. Shigjetari të guximshmit. Ky kazimi për juve ka ndodhur në fushën ku ju keni mendu që diçka është shumë e sigurt. Diçka për juve ka qenë shumë e sigurt. Ka ndodhur një event i cili nuk do t'ju laj asnjënin pa e prek, e as shigjetarët, të cilët kur e shohin që është ngushtë, ikin ata, por kthehen prap. E hana e re në këtë fushë do t'ju bjen një mundësi, pra, që ju të jeni më të sigurt edhe më
më të inspiruar që të krijoni gjëra të reja që ju takojnë juve. Kemi të bëjmë me parat shoqëtar, me sigurinë financiare në fakt, të cilën ju deri tash ja keni besu dikujt tjetër. Tashmë ka ardhur koha t'ja besoni vetëm vetes juaj. Bricjapi i cili në fakt ashtu e dyru gjithë këtë event në shpinën e vetë. Për Bricjapa 2026 kur mo nuk do të jetë i njëjti njeri që ishte në 2025. Gjithë kjo po ndodhë në fushën e parë, Bricjapat e kajnë pa se ku kajnë gabu vetë, e kajnë pa se çka kajnë toleru shumë, e kajnë pa se çka është aja që mon nuk ka vend në jetër e tyre. Mirë po, universi gjithmonë ka zgjidhje, edhe po vjen data 18, po vjen hëna e re edhe marsi në fushën e parë për t'i jap vullnet edhe për të gjetë inspirime të reja, rrugë të reja edhe mundësi të reja për të gjithë Bricjapat. U jori, ëndra të cilat në fakt janë mesazhe për juve. Ju e dini se çfarë keni ëndruar edhe çka kanë qenë ata ëndra me të cilat ju jeni ballafaqu në këtë fillim viti. Ata janë në fakt sinjalet që universi po ju jep juve në rrugtimin e juaj të më të tjeshëm. Ku janë gabimet, ku është fokusi, ku është energjia edhe ku duhet të fokusoheni tashmë jo ujor. Po vjen një vit shumë i gjatë dhe i bukur për juve, do të kemi shumë të reja për juve, por mos harroni që t'i besoni intuitës juaj, hajna e re edhe marsi bashk. Në datën 18 për juve do të bi një tjetër dritë në errësirën në të cilën po gjendeni. Peshqit, shoqëria edhe njerëzit të cilët ju kanë rrethuar me këtë kazimi i cili ka ndodhur në javën e kalume, ka treguar që diçka nuk është në rregull me njerëz me të cilët ju po kaloni kohë, në rrjetet sociale edhe në jetën e përditshme. Shoqënia për ju kurrë nuk do të jetë e njëjta. Ka ardhur koha që të bëni një refresh në atë me kanë kaloni kohën edhe kujna ja jepni idejat e juaja. Pra, hëna e re në datën 18 edhe marsi, po ashtu, me aksionin e vetë dhe vullnetin, dhe t'ju bi në pozicion që të gjindeni në mesin e disa njerëzve tjerë, të krijoni një rreth të ri, edhe disa tjerë të cilë të binë tjera eksperienca për juve të dashur peshqi. Pra, këto ishin të gjitha shejat e ju e dini se çka duheni me bë, po para se ta bëni atë që thamu në gjithmonë, më ndjekni edhe bëni subscribe faqen tonë në YouTube, mua me përcjellni në Instagram nëse keni nevojë për të parë hartën e juaj natale, cila është nënsheja e juaj, cilat janë planetat të cilat më së shumti ndikojnë në juve, si ti menaxhojmë, çka të marrim të mirë nga ata, atëherë më kontaktoni për një hartë natale. Mund ta keni terminin nëse më shkruani. Deri atëherë, erdh koha që të jeni but me veten edhe të kujdesshëm me të tjerët.